kjo është shtëpia ime. Aha, është ndërtuar mbrapa në vitet pas 90-s? Kjo figuron 1925-s, 1925 Kjo kam dykaçe apo tapi. kjo këtu? Jo, kjo është ime. Kjo është e juaja. Kjo këtu. Kjo këtu. Unë kam tapi, i kam gjithë dokumentat. Ti e ke restauruar, ë? Ka qenë ndërtesë ekzistuese? Ky është restauruar me shtetin, me gjitha ato leje. Me leje? Po, dhe të shih, vjen një ditë, unë kam probleme me dokumenta. Po shqyqyrë, më erdhi radha që të ballafaqohen. Po. Se i disponoj E kuptoj. Tash kjo është një projekt që si të gjithë që prekemi është e pa drejtë, është pa selektive, shumë për të dëshiruar. E kuptoj. Kështu që ne dalim rrugë. Sa t'japin për këtë ndërtesën e madhe ty? Unë kam pas probleme në ata, se unë i kam disponoj gjitha. Jo, sa lek t'japin? Nuk kam vlerësuar fare, as letër, as Ti ajo nëna që s't'japin fare? Ti del në rrugë madhe? dhe kryeministrit ja thash. Mua ma kanë vjedh pronën, jo, dhe në asnjë mënyrë. Mbaje meli, thash unë, kështu i kam thënë. Nuk e dorëzoj shtëpinë. Në asnjë mënyrë. Do ta mbroj me dinjitet, kam brit 2 fëmijë të mrekullueshëm, i kam 47, 44, 4 një pambesa, kam sakrifiku 51 vjet unë në atë shtëpi. 100 vjet me tapi. Pra nuk quhet ndërtesa informale. S'kemi të bëjmë me ndërtesë informale. Ajo daton edhe më përpara që unë e kam dokumentin. E di shteti, e ka dhe shteti. Tirana Durrësi gjithë. Kështu që unë nuk e lëshoj atë shtëpi. Nuk e lëshoj. E lëshoj kur. Faleminderit. Ajo është trashëgimia jonë që na kanë lënë. Uroj më të mirën. Që më kanë sorollat kaq vite. Edhe bashorti që iku, shkreti, atje ku është, ndjerë. Dhe unë do vazhdoj rrugën e atij, patjetër, nuk e le atë shtëpi. Pse? Kam 51 vjet unë. Vjerrin i kam gjetë aty. Kjo e smuri bashortin që Ajo i goditi. Po, me pikse gjaku në trupë. U lodh shumë. Edhe ai është ballafaqur me shtetin dhe asnjëherë. Legalizime, gjërat në kosh. E dhimbshme. Unë kam dokumenta me vulë blu që do ballafaqohen nesër. Faleminderit.